në pritje të pyetjeve tuaja. Se çfarë? Këtë do të mësojnë shumë shpejt. Dhe ajo çfarë përbën në diskutimin tonë kryesor për sonte, pra do të flasim për astmën bronkiale. Çfarë është astma? Çfarë lloj astme kemi? Cilat janë shenjat, ndëlikimet dhe ku astma mund të çojë, mund të shpjerë. Pra kjo është mjaft interesante, me shumë vlerë të nderuar shikues, dhe do të trajtohet nga doktoresha specialiste alergologe, doktore shkencë mjekësore, Angela Gurakuqi, pra me emrin e saj të vajzërisë, ose Qirko me emrin e të shoqit. Kurse në pjesën tonë të parë fare shumë të quajmë, kemi shumë të njohurin, të nderuarin profesor doktor Profit Sanaj, që është një mjek kirurg i njohur ortoped. I nderuar doktor, mirë se erdhe në studion tonë. Ndërkohë që u bën gati për të zbuluar enigmën e pjesës tonë të parë, të nderuar shikues, nuk ka gjë më të bukur se sa ta fillosh një program me librin aq shumë të dashur, me librin aq shumë të mirë. E pra, një javë më parë u thash që tek hynja në hallin e televizionit, dikush më dërzoi një libër të një kolegu emigrant i cili për shumë vitesh punon dhe jeton në Itali. Ai është autori i mjaft librave dhe libri i tij më i fundit, pra nuk është mjekësor, është libër artistik dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse mjekët në shembullin e edhe të mjeshtër të mëdhej të penës botërore, sikur që Çehove të tjerë Kronin, shkruajnë për atë, kjo është një gjë shumë e mirë. Pra kam nderin t'u paraqes librin e Zef Mulajt, Lulet e shpirtit, poezi. Një libër mjaft i mirë të nderuar shikues, shqip, them kështu sepse ai ka botuar edhe në gjuhë të tjera, madje një libër shumë interesant është gjysma e librit në shqip, gjysma në italisht. Sikur zemra e tij të qenë ndarë emocionalisht në dy pjesë. Ka poezi të bukura, poezi të ndjera, është nga një fshat i Tropojës, është shumë i impresionuar, i manitur nga bukuritë e vendlindjes së tij, të cilat bëhen më të ndjeshme kur je larg, sidomos janë poezi mjaft emocionuese, të bukura shumë. Pra ky libër të nderuar shikues shumë shpejt ka përqenë në duart e lexuesve tanë këtu dhe atje. Urime i nderuari i dashuri Zef, suksese, ai është autor dhe i librave të tjerë shkencor, sidomos për një libër që zbulon sekretet e bimësisë mjekësore të veriut. Janë mbi 1500 lloje bimësh mjekësore në zonën ku ai ka lindur dhe jetoi për një kohë të gjatë. Dhe është një kontribut vërtet i shquar i doktor Zefit, Zef Mulajt, nderuar shikues. E urojmë së largu, urime nderuar Zef, pra televizionin na jep mundësi të përshëndetim nga shumë larg. Pra jemi në pritje që në një nga ardhjet tuaja pas kampionatit evropian, pas Olimpiadës së Londrës, sepse të nderuar shikues, ne do të kemi një ndërprerje të këtij programi në këto dy evenimente të mëdha botërore dhe europiane. Kështu që jemi prapë pothuajse në programet e fundit për këtë sezon veror. Të nderuar shikues, përpara se të jap fjalën në Profit të Canit, profesor doktorit, atëherë, po afron sikur se thash sezonin verës, ne rekomandojmë sikur se posaçërisht ka rekomanduar gjithnjë Ministria e Arsimit dhe Shkencës, e cila ka organizuar një konkurs, unë i lutem regjistra tani të jap pikërisht në bashkëpunim me Adrion, lexuesit e vegjël dhe të rinj këtë verë, do të kenë në dispozicion e tyre mjaft libra për moshën e tyre. Libra të cilat me të vërtet edukojnë. Janë libra konkurrues, fituesi i konkursit shpallur, një konkurs i mjaft të suksesshëm të nderuar shikues.